Jo, mërëve shku në ka thonë është i dekë. Rrëfimi i nënës së Kastriotit ishte se ngjarja ishte një konflikt në familje që kërkonte ndihmën e shtetit. Këto deklarata e kishin bindur edhe gjykatën që i pandehuri kishte nevojë për trajtim psikiatrik. Ja çfarë shkruhet në dosjen e gjykatës. Ndalimi në Institutin e Forenzikës Psikiatrike të QKUK-s bëhet me qëllim të ekzaminimit psikiatrik dhe konstatimit, observimit të natyrës, llojit, shkallës dhe kozgjatjes së sëmundjes mendore, ndikimin që ka pasur gjendja mendore e tij, si dhe fakti se a ka mundur i pandehuri që të kuptojë veprimet e tij në kohën e kryerjes së veprës penale me 22 qershor 2024 dhe është i aftë i pandehuri për ta mbrojtur veten, për të konsultuar me persona të tjerë dhe me mbrojtësin e tij, aftësinë për ta kuptuar akuzën dhe është i aftë për ta përballur gjykimin. Kur e ka marrë, pse e ka prungat të burgajt? Pse e ka prungat burg, po? Kush e ka thonë me shku me marrë burg, po? A o qështu? Ka silë të fajtura, ma, pse s'guduj, kush me full, s'guduj. A mo pa djavale të kësë unë veç drejtë ku me full. Gjithë konë fajturash. A ne po të ka të drejtë. Kur e ka marrë, e ka dosh mi të skajt, pra. Edhe me rrathira dhe neve, me thonë gjali s'mute, me po, a o qështu? Gjali o gati me dhik. Kur nuk ju kanë lajmëru? Jo, mërëve shku në ka thonë është i dekë. Trajtimi i Kastriotit i ishte besuar shërbimit korrektues të Kosovës me konstatimin se ai kishte një sëmundje mendore. Të jemi të qartë, shërbimi korrektues i Kosovës menaxhohet nga Ministria e Drejtësisë. Të dhënat nga dosja e tij tregojnë se pas vendimit të gjykatës së Ferizajt, Kastriot Sabedini ishte dërguar në Institutin e Psikiatrisë Forenzike me 24 qershor 2024. Por nuk ishte pranuar për shkak të mungesës së vendeve të lira. Ai ishte dërguar në institut sërish pas 11 ditësh, më saktësisht me 5 korrekt të vitit 2024 dhe në bazë të një dokumenti që ka arrit me siguru kallëzo për një me, thuhet se kishte qëndruar deri me 17 korrekt 2024, ndërsa fletëshimi ishte dorëzuar me 18 korrekt në shërbimin korrektues të Kosovës. Vetëm 8 orë pasi ishte pranuar në qendrën e paraburgimit në Gjilan, Kastriot Sabedini ishte gjetë i shtrirë në qelinë e tij dhe pa shenja jete. Dosja në të cilën na kemi pas qasje tregon se ai mori trajtim mjekësor në burg dhe vdiq vetëm pak orë më pas. Dokumentet që ka arrit me i siguru kallëzo.com tregojnë që pas pranimit të Kastriot Sabedinit në burgun e Gjilanit, një ekip mjekësor i dha terapinë e tij. Në bazë të dokumentit thuhet se me datë 18 korrekt 2024, në orën 16:10, shihet viktima i shoqëruar nga një zyrtar korrektuese kur dërgohet në zyrën e pranimit. Në ora 16:32, shihen pamjet kur zyrtari korrektues e fut në qeli të ndjerin Kastriot Sabedini, ndërsa dera e qelisë mbyllet nga zyrtari korrektues në ora 16:35. Në ora 17:23 fillon shpërndarja e ushqimit dhe përfundon në orën 17:28. Në ora 17:43 fillon marrja e pjatave të ushqimit. Në ora 18:15 shihet zyrtari korrektues kur shkon te qelia të ndjerit dhe nga dritarja e derës së qelisë së bashku me 2 kolegë të tjerë e kontrollojnë me shikim qelinë të ndjerit. Në ora 19:50 shihet zyrtari korrektues kur bën kontrollin me shikim të dhomave të burgosurve. Në ora 20:20 shihen pamjet kur teknika medicinale e shoqëruar nga një oficer korrektues shpërndajnë terapinë mjekësore për të burgosurit. Me datë 19 korrekt 2024, në ora 24:02 fillon kontrolli i dhomave qelive nga ana zyrtarit korrektues. Pastaj, në ora 24:08 shihen 2 zyrtar korrektues që shikojnë për dritaret të dhomës. Ndërsa në orën 24:08 shihen 2 zyrtar korrektues kur hyjnë brenda qelisë, ndërsa në orën 24:10 shihen kur vije edhe hyn në dhomë edhe teknikja medicinale.